ky vendim ka fyer dhe ka turpëruar të gjithë banorët e Tetovës dhe jo vetëm, të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ne sot jemi mbledhur këtu që të bëjmë të qartë qëndrimet tona pas atij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese, që është poshtrues për shqiptarët, që është antikombëtar, anti-shqiptar, anti-evropian dhe në kundërshtim të plot me vullnetin e shumicës së qytetarëve të komunës së Tetovës. Ne sot jemi mbledhur këtu që t'i bëjmë një thirrje përfundimtare komunës së Tetovës që brenda 2 apo 3 ditëve të ardhshme të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, një seancë urgjente, ku do të filloj procedura për miratimin ose rimiratimin e vendimit të cilin e ka abroguar gjykata kushtetuese, vendimin e vitit 2007 të sjellur nga Këshilli Komunal, i cili ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore konform ligjeve pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratoj këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plot të këshilltarëve tanë. Nëse komuna e Tetovës do të refuzoj thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese. Ky vendim, pas të gjitha informacioneve që ne posedojmë, është orkestruar dhe është organizuar nga bota serbe dhe nga qartjet ruse të cilat veprojnë në rajon. Qëllimi i tyre është të nxisin tensione ndëretnike, qëllimi i tyre është të krijojnë destabilizim dhe sigurisht jo vetëm në Maqedoni, por në gjithë rajonin, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është as për destabilizim, as për tensione ndëretnike, përkundrazi për bashkëtesë. Por ne do të jemi të detyruar që të mbrojmë identitetin dhe dinjitetin tonë kombëtar, sepse ky vendim ka fyer dhe ka turpëruar të gjithë banorët e Tetovës dhe jo vetëm, të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Pra, nëse komuna e Tetovës do të refuzoj këtë ofertën tonë për bashkëpunim për të zgjidhur të çështjet e rëndësishme, atëherë ne do të shqyrtojmë masa të tjera të cilat do jenë konform ligjeve të Maqedonisë së Veriut, vetëm e vetëm për të mbrojtur dinjitetin e tetovarëve dhe të shqiptarëve në përgjithësi.